rritja lineare e pagave në shumën prej 110 euro, barazimi i shujtës së mëngjesit nga 4 në 5 euro dhe paga 13 për të gjithë punëtorët kanë qenë 3 kërkesat kryesore të sindikalistëve të kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidrodrini gjatë greves 1 orëshe të organizuar sot para objektit të kompanisë. Për shkak se në të gjithë sektorin publik ka qenë rritja nga 55 euro 2 herë në radhë dhe vetëm ndërmarrje e cila është e diskriminuar për shkak mungesës së bordit për rritje të pagave ka qenë ndërmarrja jonë. Ne jemi drejtuar te menaxhmenti fatkeqësisht nuk ka qenë në gjendje të merrë një vendim të tillë. Na si sindikat do të vazhdojmë edhe të hanën me protesta, me grevë, me shprehjen e pakënaqësive, të njëjtën orë dhe të njëjtën metodë. Pastaj të hanën do t'ju lajmërojmë për veprime tjera. Përndryshe, sot ishte dita e tretë që punëtorët e kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidrodrini në Pej organizuan grevë 1 orëshe e ku kërkesa kryesore mbetet rritja pagave të tyre.